Eci mëtej dhe flasim për investimet e huaja. 380 milion euro është vlera investuar nga të huajt në ekonomi shqiptare vetëm në tregun e pronave, duke shënuar një rritje me 17% krahasuar me vitin 2023. Ekspertët vlerësojnë se pozita gjeografike dhe ecuria e mirë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian e ka bërë Shqipërinë një vend të lakmueshëm për të huajt. Investimet e huaja në ekonominë shqiptare vijojnë të dominohen nga pasuritë e patundshme. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë konfirmojnë se vlera që të huajt kanë investuar në prona në vitin 2024 arriti në 379 milion euro, një rritje me 17% krahasuar me një vit më parë. Për ekspertët, Shqipëria po bëhet gjithmonë më shumë e lakmueshme për shkak të mirë pozicionimit të saj gjeografik. Duke ofruar dhe mundësi akomodimi shumë të mira, kryesisht janë të fokusuara në pjesën e Bregdetit dhe po flasim si investitor të huaj, po flasim më tepër dhe për blerës të huaj. Harta është zgjeruar, nuk kemi më hartën e Shqipërisë e Europës qendrore dhe Europës perëndimore, po kemi pjesën e Europës veriore, por kemi në të njëjtën kohë edhe tërheqje nga zona e Kazakistanit, nga zona e Emirateve të Bashkuara. Rruga drejt Bashkimit Evropian nga ana tjetër po nxitet dhe më shumë blerje, të cilat sipas sinjaleve të tregut imobiliar pritet të rrisin më tej çmimet. Në moment që ke investime të huaja, atë perceptohet që ky është një vend i sigurt për të jetuar, një vend i sigurt për të investuar dhe një vend ku konkurenca është e drejtë. Për 3 apo për 5 vite çmimet do të rriten shumë më shpejt siç kemi pasur këtë rritje dhe kthimi i investimit do të jetë akoma më i mirë. Në dekadën e fundit stoku i investimeve të huaja në pasuri të paluajtshme pothuajse është rritur me 27 herë.